a ekziston shoqëria e vërtet mes një mashkulli dhe një femre? Ato më varën prej kohës, prej etapave kohore. Do të thotë, nëse je në kohën e pubertetit, vjen shprehje që deri në pjekurinë maksimale do të thotë që është shoqëri shpirtërore, edhe shoqëri reale. Prej fazës së proceseve të jetës edhe afërsisë të jetës vjen shprehje që atëherë veç fillojnë gjanat me dyshu se nuk ka shoqëri mes gjinive. Po a keni pas ju shoqe për shembull, a keni I kam hala shoqe. A mendon që ekzistojnë edhe shoqëritë e vërteta dhe mes? Ekzistojnë. Unë thash më herët që ekzistojnë. Jo, tash pleshti me tjetimana. S'ka morë, më tani themi kanë vdek. Po sa keni pas shoqëri ma herët? A keni pas shoqëri të mëdha? Kompoz, vëllaj, kompoz bëll. Po tash i kom 94 vjetë. Më tani thmit nuk ka mo. Po sa mendon që ekziston shoqëria e vërtet mes një femre dhe një mashkulli? A ekziston? Jo, nuk ekziston. Pse po mendon kështu? Interesi. Ma shumë janë të interesuar, ka interesi se ka realiteti. Vajza është e vetëdijshme, e zgjedh problemin e vetë, edhe s'don m'ju bo shërbëtor dikuj në fundit, nuk gjon një partner të sinqert, s'ka besim thët ma mirë hes. Femna o konë rëbë, femna o konë e diskriminume, nuk ka pas kur farë drejte, as ka pas drejte as më anku, as me fëll, as me thonë kur gjo, po veç me shërbye. Po ndërsa sot ka ndryshu kohrat? Tash femra ka privilegje të mëdha. Jo ka ndryshu, po ajo është sikur nota me ditë diferencë. Shoqëria e vërtet ka qenë ma heret. Se cila gjenerat tash trejat e kanë dobësu shoqërinë e vërtet sepse mendojnë vetëm te interesi. Pse edhe mashkujt edhe femnat ka edhe të sinqert, po ka edhe drellagji. Që veç a mune diçka me bon në të mënyrën ma idiote që është. Ka mundësi edhe ajo, por ka edhe të sinqert. Femna kur dën me konë shoqe, është shoqe. E ndërsa mashkulli? Mashkulli ka pak lunë. Po qështë të she, thash por interesin ka të she, ka mundësi me lujtë. Dikush thot po ka mitësi mes